Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kujtja merr të mendja, hudhra bën mrekulli për flokët, ja si ta përdorni. Hudhra është e pasur në vlera për shëndetin e njeriut nga koka tek këmbët. Ajo rekomandohet për shumë trajtime të veçanta, të cilat shërbejnë për rritjen e flokut dhe njëkohësisht kundër zbokthit. Hudhra ka aftësinë gjithashtu që të përmirësojë qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës, gjë e cila zgjidh të gjitha problemet e flokëve të hollë. Hudhra gjithashtu është e pasur edhe me shumë minerale siç janë magnezi, zinku, hekuri, bakri dhe seleniumi. Përveç sulfurit, hudhra është edhe e pasur me vitamina A dhe C, por edhe me fibër dhe me shumë aminoacide. Këto të fundit luajnë një rol tepër të rëndësishëm për shkëlqimin dhe forcimin e flokut. Sulfuri tek hudhra përmirëson të gjithë strukturën e flokëve dhe ndërkohë alicina, një substancë e cila aktivizohet me shtypjen e hudhrës, lufton mykun dhe bakteret të cilat shkaktojnë zbokth. Potenciali i alicinës gjithashtu shfrytëzohet plotësisht në qoftë se hudhra përdoret për 10 deri në 15 minuta pas prerjes. Maska me hudhër për trashjen e flokut. Merrni 7 deri në 8 thelpi hudhër dhe hidheni në mikser. Përpunojeni derisa ju të përfitoni një maskë të butë, të cilën më pas duhet ta shtrydhni. Për maskën e flokut nevojiten 2 lugë gjelle me lëng hudhre. Kjo sasi më pas duhet përzierë me 1 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle me mjalt dhe të verdhën e vezës. Pasi ju t'i keni përzier mirë maskën e përftuar, vendoseni në skalpin e kokës, mbajini atë për 10 deri në 20 minuta dhe më pas lajini kokën tuaj me shampo. Në qoftë se maska shoqërohet me ndjesinë e djegjes, atëherë shpëlajini flokun menjëherë dhe mos e përdorni më. Kjo tregon se ju mundet që të jeni alergjik. Lëng hudhre dhe limoni kundër zbokthit. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të përzjeni 2 lugë gjelle me lëng hudhre, 1 lugë gjelle me lëng limoni dhe 1 lugë gjelle me mjalt. Lyeni skalpin dhe maskën, mbajini për plot 30 minuta. Më pas, lajini flokun dhe lëreni që të thajë natyralisht. Maskën ju mundet që ta përdorni 2 herë në javë. Lëng hudhre dhe kos për rënien e flokut. Përzjeni 2 lugë gjelle me lëng hudhre, 1 lugë gjelle me vaj kastori, 1 lugë gjelle me kos dhe 1 lugë gjelle me mjalt. Përzjeni përbërësit mirë dhe vendoseni masën kremoze në të gjithë skalpin e kokës. Mbajini për plot 30 minuta dhe më pas lajini kokën tuaj me shampo, hudhër dhe kamomil për flokët e thatë. Përzjeni 2 lugë gjelle me lëng hudhre, 3 lugë gjelle me çaj kamomili, të verdhën e një veze dhe gjithashtu 1 lugë gjelle me lëng limoni. Pasi ju t'i keni përzier të gjithë këta përbërës mirë me njëri tjetrin, vendoseni maskën në skalpin e kokës dhe mbajini për plot 20 minuta, më pas lajini me shampo. Si të hiqni erën e hudhrës nga flokët. Kur të përgatisni lëngun e hudhrës, jini të kujdesshëm dhe filtrojeni atë sepse grimcat e vogla të hudhrës munden që të mbesin në flok dhe të shkaktojnë gjithashtu erën e keqe. Lëngu i hudhrës nga ana tjetër duhet të aplikohet vetëm në lëkurën e kokës dhe jo në të gjithë gjatësinë e flokut. Për shpëlarjen e flokut ju duhet që të përdorni lëng limoni ose lëng portokalli duke e tretur atë në ujë. Nga ana tjetër ju mund të përdorni edhe këtë maska në qoftë se keni flok të thatë, pasi erërat e dimrit dhe ajri i ftohtë munden gjithashtu që të përkeqësojnë akoma edhe më shumë ato. Trajtojeni gjithashtu flokët e thata me anë të këtyre llojeve të maskave
të cilat janë të përgatitura në kushte shtëpiake dhe që ndikojnë në zbutjen dhe në shkëlqimin dhe shtimin e joshjes. Vaj ulliri dhe mjalt. Ju duhen 6 lugë gjelle vaj ulliri, 4 lugë mjalt. Koha e përgatitjes. Lani flokët pas 25 minutave. Kjo maskë ndikon që ju të keni flok me shkëlqim dhe një kohësisht të buta. Avokado dhe verdha e vezës. Përbërësit që juve do t'ju duen janë gjysmë avokado, një e verdhë vezë. Koha është që t'i pastroni flokët të paktën pas 20 minutave. E verdha e vezës është e mrekullueshme për ndriçimin dhe hidratimin e pamjes tuaj, por ajo ka të njëjtat përfitime të mrekullueshme për flokët tuaj. Banane dhe mjalt. Një banane e pjekur, një lugë gjelle mjalt, një lugë vaj ulliri dhe më pas pastrojini flokët tuaj pas 20 minutave. Ky kombinim i mrekullueshëm jo vetëm që hidraton nga rrënja deri tek majat, por gjithashtu zbut dhe hidraton lëkurën e thatë të kokës. Vaj kokosi. Ju duhet gjysmë filxhani vaj kokosi të lëngshëm. Kjo lloj maske është shumë e thjeshtë dhe ndoshta një ndër më të preferuarat e njerëzve. Vaji i kokosit është i mbushur gjithashtu me antioksidant dhe vitamina për të ushqyer dhe për të hidratuar flokun nga mesi i gjatësisë së tyre dhe gjithashtu deri tek majat. Sigurisht, sipas ekspertëve, ju mundet që të përdorni edhe maskën me kost. Nëse flokët tuaj kanë humbur gjallërinë nga ndotja e tepërt apo nga produktet kozmetike që përdorni për stilimin e flokëve, maska me kos është ideale për t'ju dhënë flokëve tuaj shkëlqimin e munguar. Merrni gjysmë filxhani kos dhe filloni të masazhoni flokët tuaj me ngadalë. Lëreni maskën në flok për rreth 15 deri në 20 minuta dhe më pas shpëlajni dhe lajni flokët tuaj normalisht me shampo. Maska me banane. Banania është e pasur gjithashtu me vitaminën B, E, A dhe C, të cilat ndikojnë në përmirësimin e yndyrës në skalp. Për përgatitjen e maskës ju duhet që të grini 2 banane dhe të përzjeni me një lugë gjelle vaj ulliri, një lugë gjelle vaj kokosi dhe një lugë gjelle me mjalt. Lëreni maskën në flok për plot 5 minuta dhe shpëlajni me ujë të vakët. Flokët tuaj gjithashtu do të jenë perfekt dhe nga ana tjetër ju do të shikoni se sa ato do të shkëlqejnë. Maska me lule shtrydhe. Në qoftë se ju keni flok të yndyrshëm, një maskë me lule shtrydhe është ideale për ju pasi lule shtrydhja është e pasur me vitaminën C, që ekuilibron balancën e pH-it dhe nivelit të yndyrës në skalpin tuaj. Grini një grusht me lule shtrydhe dhe përzjeni me një lugë gjelle mjalt dhe një lugë gjelle me vaj të arrës së kokosit. Aplikojeni më pas maskën në flok dhe më pas shpëlajni pas 15 minutash. Maska me tërshër. Maska e tërshërës nga ana tjetër është shumë efikase në qoftë se ju vuani nga zbokthi dhe sigurisht duhet të keni parasysh se ta përzjeni një lugë gjelle me tërshër me një lugë gjelle vaj bajameje ose vaj ulliri. Më pas aplikojeni maskën në flokët tuaj të thatë dhe lajni ato me shampo pas 20 apo 25 minutave. Mirë po ju duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Nëse ndonjë prej këtyre produkteve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu
të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.